Ti e fituesi, ha? Po të mbaj. Jon Sashipi. Duroj që herën tjetër të fitosh shpërblime dhe më të mëdha të bësh filma dhe më të mirë. Çka do është me thonë, nuk e tha Graniti pak më herët, kështu që faleminderit gjithë që jeni këtu. Jam shumë i privilegjuar që jam në mesin e tuaj edhe ndihem shumë i privilegjuar për çmimin që mora sot. Faleminderit shumë. Voilà.
kalem. E ty njëri as vecës është e sigurt po nis. Unë me mend kry nista me ty ku në Beograd. S'ma? A është... Vis një mizino. A është starshora birë? Ovdje radimo s dinari. Da, znam. Abelmir. Çaj një bukur. Ku mos më na morë vesh. Qysh ani dhe birë, qysh dhe tash me... Apo nga? Po të mbuja. Prezent, aktor, regjisorin, edhe kush është për filmit. Ka me thonë diçka para këtij publikit, faleminderit edhe kena po një punë të mirë edhe të jashtëzakonshëm, faleminderit janë. Faleminderit në herë gjithë që keni ardhur, faleminderit që keni gjetë kohë për neve. Ka shumë stres me folë përpara dikujt. Ne kom bo gati një shkrim me ChatGPT, po s'ka e najqysh, kështu që jam të shku vetë. Njëherë do na me falenderu komplet ekipën, edhe ata që nuk janë këtu, kanë dash minut shu falenderimet që keni ardhur për neve, keni gjetë kohë me ndaket eksperiencë me neve. Kjo është premiera e filmit tonë, një historia ku kena dash me tregu luftën përmes një ndeshje futbolli. Në rolin kryesore Bleroni edhe Lumi, pastaj skenarista që i kemi këtu Abedinin edhe mentorin, e kem Avni Dalipin, ose onë që thoma Avni, cili, faqë se s'pësho. E kem Emën që e kemi pas në make-up, Arjetën me cilën jemi konë në organizim, Alaronin edhe muaj cilë s'ka mujt me ardhë sot, po Alaroni u konë bashkë në audio, dhe në post të audios e kemi Benin Ben Halitin. Pak ta në gjishkonë të një në të Falenderoj Jonin për besimin, Agjenavni, Lumin, Valinën që nuk është këtu për bashkëpunimin, edhe gjithë ekipën që ka qenë prezent në set të xhirimit. U konë eksperiencë e mrekullueshme edhe faleminderit edhe për juve që keni bërë alama të mrekullueshme. Faleminderit. Faleminderit krejtve, faleminderit të gjithëve ata. Shihemi në natën finale edhe në ndarjen e çmimeve që ka me konë nestra, ani sigurt s'më në shumë me qëmë tërë. Faleminderit.
Fillimisht gjithmonë kam kërku me bo një film për luftën, dhe tu konë si person që nuk e kom përjetu luftën, po e kom përjetu ndeshjen e futbollit mes Shqipnisë dhe Serbisë të vitit 2014 ku edhe futët droni. Atëherë kom dashur me trajtu konfliktin mes dy shteteve përmes një ndeshje futbolli, ku edhe tregojmë se çfarë raporti kemi si dy shtete rivale, po them, me njëra tjetrën përmes këtij filmi. Nga kush të ka kërku për Plot njerëz duhet nis prej të parit kaqës babës. Ata dojnë që me trajton një film për luftën, qysh ata shohin, po unë nuk e shoh çfarë është luftën. Për mu nuk mendoj që najherë kom e bo film për luftën për shkak se muj me dëmtu historinë e një popullit që ka hek shumë gjatë asaj periudhe. filmat e luftës ka kërkojnë edhe shumë buxhete, shumë parë kërkojnë, se shpuna idet janë, po buxheti është kërkojnë. Ka pas vështirësi për me, edhe pse kjo ka qenë një detyrë shkollore, ka pas vështirësi që me siguru buxhet të shtesë. Po, ka qenë shumë e vështirë për me siguru buxhetin për filmin, po me përkushtim për me realizu këtë film, kam rrit deri këtu ku është, kam rrit që me realizu edhe me u shfaq për publikun sot për herë të parë në festivalin e Pineshën. Shumë i emocionum po shumë sene që kisha ndryshu edhe momentin që kom kry filmin i kom ditë, po gjithmonë shkon si regjisor të evolu edhe në bazë të mënyrës se të qysh e sheh filmin edhe mënyrës se të qysh e kishe trajtu. Gjithmonë, çdo ditë te kisha ndryshu diçka prej qasaj që te ke punu. Pse e keni përgjithë këtë film? Në dhënë që më konë pjesë e programit e Pineshën Front. Filmi që ndeqën të janë Saqipit është përgjithë për programit e Pineshën Front ose për jurisë selektuese, si janë film i punu me një regjit mirë, me një skenar mirë, me një qasje të veçantë krahas, muj me thonë, armiqësisë ose dy vendeve të cilat janë Kosova dhe Serbia, edhe e përgëzoj regjisorin që ka pas një qasje të tillë në aspektin artistik përmes tifozëve, e ka trajtu një të kaluara të fejll e cila dihet botërisht si një problem, por mbi gjitha ky film është një film i cili neve na jep një mësim të mirë, po foli për mesazhin e filmit dhe sensibilizohet me njerëzit të cilët duhet me ditë që sporti s'ka kufi dhe tifot nuk duhet mu pasi armiq, po fakti reali i Kosovës dhe i Shqipërisë, i Serbisë, është që na jemi këta dhe na e kemi këtë problem të cilën normalisht e di mirë që është i shkaktuar nga pala tjetër, por e përgëzoj për punën, ekipin, regjisorin, skenaristin, kamera, gjithçka ke e veçantë, edhe e realizuar në mënyrën më të mirë artistike, me një temë të qëllune, edhe me një mesazh shumë konkret ose i kohës, edhe mi krejt publiki e patë edhe ju vetë qysh e priti, sa ke publiki, kjo është film premiere, edhe i shpresojmë që mas këtij festivalit filmi të ketë rrugtimin e vetë, Joni është një djalë i ri, një regjisor i ri, me një potencial të madh, edhe besoj shumë që ky film ka me ecë jo vetëm për temën, jo vetëm për çka trajton, por mos me harru që ky film është edhe ka me ecë, edhe ka me rrugtu, edhe për profesionalizmin dhe dorën e regjisorit edhe kastës. Faleminderit shumë. Kur e kom lexu filmin, skenarin e filmin, në fakt, kur e kom diskutuar me Jonin,
Mu ka dok shumë pikpar si aktor, ka dhënë shumë mundësi si aktor me kallëzu vetën, e ka pasur ta hapësirën aktoreske që ke mujt me kallëzu, edhe u kon një shpjegim i mirë i luftës i problemeve, acarimeve mes dy kombëve përmes sportit, që është edhe aktuale edhe sot që i patëm kohëve të fundit, edhe mu ka dok një ide mirë për gjeneratat që si tona që nuk e kena përjetu luftën, po e kena prap qatë inati mes kombëve ose urrejtje, me kallëzu qatë mendimin tonë si gjenerat e re që e shohim, që e perceptojnë në këto, po edhe përmes sportit. Dhe më thonë dy fusha shumë të kundërta, po që i bashkon një qëllim. E tifaz? Jam tifaz, edhe i flakt. I kuqezeve, po edhe i dardanve. I të dyjave. Kështu, a mendon çka kishte ndryshuar tashmë sepse gjithmonë njerëzit që shohin në film, ndoshta këto kisha bërë, ndoshta këto kisha bërë. Çka ti kishe shaqe, ndoshta kam gjatë interpretimit të karakterit? Po, zakonisht pas çdo përfundimi projekti, pas e shohim në rezultatin final, gjithë thonë që kisha mujt ndoshta që të më mirë me bo, po në kohën kur e kemi xhiru na kemi dhënë atë sa kemi mujt me idetë tona, kemi dhënë maksimumin, po normal ndoshta më shumë spontanitet, më shumë po foli për pjesën aktoreske, më shumë spontanitet i joni e aktorëve që i na mundu me dhënë deri maksimum, po ndashta si blenon sot e kisha shtuar edhe më shumë çat pjesë. E kisha arrit më shumë. Çka pret? Çka pret? Si pikë e parë pres që filmi me pas një rrugtim të mirë artistik në për festivalet ndryshme, nisi me kompëmarë në festivalin në Shamfran si premiere e filmit në festival. Normal, prej punës madhe që u bo, presim edhe shpërblimin e mundit tonë, po kjo mbetet pjesë e jurisë, si pikë kryesore është që na punën tonë me shfaq para publikut, me përçu qatë mesazh që kena dashur përçu, që ato e kam si kryesore. Kjo është qëllimi jam kryesor, që shpresoj që filmi ka pasur rrugtim të gjatë. Faleminderit për juve. Ti e fituesi, ha? Të mbaj. Jon Saqipi. Duroj që herën tjetër të fitosh shpërblime dhe më të mëdha, të bësh filma dhe më të mirë. Çka do është me thonë, nuk ne tha Graniti pak më herët, kështu që faleminderit gjithëve që jeni këtu. Jam shumë i privilegjuar që jam në mesin e tuaj edhe ndihem shumë i privilegjuar për çmimin që mora sot. Faleminderit shumë.